Mos të hidhni lëkurën e bananës trajton problemet shëndetësore më të përhapura. Lëkura e bananës është një nga mjetet më të mira në shtëpi kur vjen puna tek shërimi i lëkurës që mund të jetë dëmtuar apo plagosur. Vendoseni lëkurën e bananës mbi zonën e prekur gjatë natës. Përsëriteni procedurën nëse është e nevojshme. Bananet janë të pasura me kalium, vitaminë C dhe B6, gjë që i bën ato shumë të dobishme për shëndetin e zemrës. Prania e lartë e kaliumit zvogëlon rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare. Bananet do të sigurojnë mbështetje të mirë në sistemin tuaj të tretjes. Bananet gjithashtu do të ndihmojnë në heqjen e thatësisë dhe kruajtjes së kokës. Ajo çfarë duhet të bëni është të aplikoni tulin e një bananeje të pjekur në skalpin e kokës. E lini të veprojë për 20 minuta dhe më pas shpërlajeni mirë kokën tuaj me ujë si zakonisht.